Nuk ka qenë një deklaratë pro investitorëve në Zvërnec, ka qenë një deklaratë kryekput nga fillimi në fund, duke bërë krahasimin midis investimeve direkte të huaja në të gjitha fushat gjatë 8 viteve të qeverisjes së Partisë Demokratike dhe 13 viteve të qeverisjes së Edi Ramës. Të orientosh, nuk ndodhi dje kjo historia e Zvërnec. Dakor? Të orientosh tek një investitor, cili do qofte ai, nuk ka rëndësi, i huaj, investim direkt apo jo. Domethënë në një moment caktuar sikur ndodhi dje, sikur e morën vesh dje mëngjes, që është rrethuar kjo zona atje ku të çfarë. Në një kohë që ajo piçkla e vogël e Kumbaros në Ksamil ka kohë që ka kafshuar jo vetëm Bregdetin ton, por ka shkaktuar ka kafshuar arkeologjinë ton, historinë ton, historinë fakt të njerëzimit, jo vetëm thjesht të Shqipërisë, por ne që kemi fatin ne ta kemi në territorin ton. Domethënë, skandalet të tilla të kësaj natyre këtu kanë ndodhur vazhdimisht. Unë personalisht, kjo është vetëm thjesht gjendje strazimie. Kam pikpyetjet e mia, kur sensibilizohet në drejtim të një investitor